Një grup kriminal që trafikonte vepra arti të vjedhura në shtete të ndryshme të Europës është goditur nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar Muzeu i Errët. Në Praga kanë përfunduar Aurel Halilaj, 20 vjeç, dhe Islam Gjuta, 30 vjeç, ndërsa shpallë në kërkim Jetmir Halilaj, 42 vjeç, të gjithë banues në Kamaz. Sipas burimeve hetimore, 3 të dyshuarit kishin ngritur një rrjet të strukturuar për tregtimin e veprave të artit dhe objekteve me vlera historike, të cilat silleshin ilegalisht nga jashtë vendit për të shitur në Shqipëri. Gjatë kontrolli në banesën e Babe Bir Aurel dhe Jetmir Halilajt, policia ka gjetur dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme objektesh me vlerë artistike historike, përfshirë 31 punime druri me motive tradicionale, 6 piktura të autorëve të huaj, 3 skulptura në formë dhëmbi elefanti, 411 albume me pulla poste nga vende të ndryshme, një proces verbal origjinal francez i vitit 1925, si dhe objekte të tjera me vlera muzeale, përfshirë një shpatë metalike dhe një valixhe druri me punime dekorative. Gjithashtu sekuestruan 2 automjete që dyshohet se përdoreshin për transportimin e veprave dhe 2 celular të përdorur për komunikimet mes grupit. Policia vijon kërkimet për kapjen e të dyshuarit të tretë, ndërsa hetimet po zgjerojnë rrethin e personave të përfshirë që mund të kenë ndihmuar në trafikun e objekteve të artit. Operacioni u finalizua pas një hetimi disa javor, të ndjekur me metoda speciale hetimore dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e Tiranës.